Pse nuk i dorëzohesh ti vendimit të Allahut? Kur ti e din se Allahu nuk gabon. Allahu nuk gabon në asgjë. Allahu të ka urdhëruar të falësh, të agjërosh. Të ka urdhëruar ti bindesh atij. Dhe këto gjëra janë për të mirën tënde. Dhe nuk ka gabuar Allahu kur na ka urdhëruar për këto gjëra. Pra, bindju atij. Pasoj Allahun, nga se ai ta don ty të mirën. E ke bler një makinë të re. Dhe kur e ke bler makinën, e ke librin se si ta përdorësh makinën. Ti bën veprimet në makinën tënde ashtu siç të thot fabrika që e ka prodhuar atë makinë. Dhe ashtu e ruan ti makinën tënde dhe mund të qëndroj me vite të tëra me ty. A thua vallë, Allahu subhanahu wa taala që na ka krijuar neve, nuk na ka dërguar diçka që të na tregoj se si të kalojmë jetën tonë, se si të jemi në jetën tonë, përkundrazi. Ai e din më së miri se çfarë kemi nevojë ne. Dhe më së miri se si ta kalojmë jetën tonë. Ai na ka treguar çdo gjë që është më e mira, prandaj duhet ta pasojmë atë që të arrijmë qëllimet, që të arrijmë xhenetin e tij dhe të arrijmë kënaqësinë e Zotit tonë.